Mos hani kurrë shalqin nëse vuani nga këto tre sëmundje. Në ditët e nxehta të verës duket se është zgjidhja përkryer për t'u përballur me vapën të konsumoni frutat e duhura. Të pashura me ujë, frutat janë të pasvendësueshme për organizmin e shëndetshëm, në veçanti shalqini pasi përbëhet nga 92% ujë, njësoj si kastraveci konsiderohet një ndër ushqimet më hidratuese dhe ndër më të mirat për trupin dhe shëndetin e njeriut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke luajtur kështu një rol pozitiv për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në dietën tuaj do të ofrojë një burim të pasur me vitamina dhe minerale, të tilla siç mund të jenë vitamina A, vitamina B6, vitamina C, kaliumi, likopeni, të cilat janë dhurata e vërtet e organizmit tuaj. Gjithsesi, konsumi i tepërt i frutave dhe i perimeve mund të kthehet në një problem të vërtet me efekte të rënda shëndetësore. Sipas i Tinguell, në këtë video do të rendisim rastet kur shalqini nuk këshillohet të konsumohet më shumë se sa duhet, pasi mund të ndikojë negativisht në organizmin tuaj. Nëse vuani nga diarreja dhe konsumoni tepër shalqin, kjo mund të jetë efekti paranësor i konsumit të tij. Duke qenë se është një burim shumë i madh i ujit, shalqini përmban gjithashtu edhe nivele shumë të larta të fibrave, të cilat mund të shkaktojnë probleme me tretjen dhe stomakun. Ndaj, konsumi i tepërt i shalqinit në këto raste mund të shkaktojë diarre, gazra dhe probleme të rënda me stomakun. Konsumi i tepërt i shalqinit mund të ngrejë gjithashtu nivelet e sheqerit në trup. Shalqini është ndër frutat e pakët që nuk rekomandohet për diabetikët, pasi mund të ngrejë nivelin e sheqerit në trup. Megjithse është një frut plot me vitamina dhe i shëndetshëm, duhet të konsumohet me kujdes në mënyrë që të evitoni edhe problemet e rritjes së papritur të sheqerit në trup. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet e tij do të jenë më të mëdha dhe më të shëndetshme. Konsumi i tepërt i shalqinit në përditshmërinë e dietës suaj mund të sjellë gjithashtu edhe dëmtime të shëndetit të mëlçisë. Personat që konsumojnë në sasi të mëdha të alkoolit në kombinim me shalqinin nuk rekomandohen, pasi mund të nxisin gjithashtu edhe dëmtime të shëndetit të mëlçisë. Kjo pasi shalqini përmban një pjesë të madhe të likopenit, i cili mund të ndërveprojë me alkoolin në trupin e njeriut dhe mund të dëmtojë gjithashtu edhe shëndetin e mëlçisë. Konsumi i tepërt i shalqinit do të sjellë gjithashtu në hidratim të tepërt. Megjithse hidratimi njihet si një prej elementeve më të rëndësishëm të organizmit, edhe mbi hidratimin e tij mund të sjellë probleme të shëndetit, duke nxitur gjithashtu edhe një përkeqësim më të madh të organizmit tuaj. Nëse ju merrni vazhdimisht ujin e duhur dhe konsumoni sasi të mëdha të shalqinit në dietën tuaj, atëherë mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të trupit. Shalqini, duke qenë i pasur me ujë, përshpejton edhe procesin e tretjes dhe nxjerrjen jashtë të toksinave. Nëse ju merrni më shumë nga sa trupi juaj ka nevojë minerale dhe vitamina, atëherë mund ta keni edhe një problem më të madh në nxjerrjen e tyre jashtë nga trupi juaj. Kjo mund të shkaktojë gjithashtu këmbë të fryra, lodhje, probleme me veshkat, sasi e madhe e kripës në organizëm dhe probleme të tilla të ngjashme. Nëse jeni një konsumator i madh i shalqinit, tregohuni të kujdesshëm me sasinë e tij në përditshmërinë e dietës suaj, pasi mund të ndikojë në një sër procesesh të organizmit dhe të sjellë gjithashtu efekte negative në shëndet. Ekspertët tregojnë se shalqini është i mirë për shëndetin vetëm kur konsumohet brenda dozës së rekomanduar ditore. Në të kundërt, mund të nxjisë probleme të organizmit dhe të sjellë gjithashtu shqetësime në shëndet. Gjatë periudhës së verës, njerëzit me të vërtetë pëlqejnë të konsumojnë më shumë frutin e shalqinit. Por përveç këtij, fruti i shalqinit është freskues, gjithashtu ka edhe përfitime të tjera të ndryshme shëndetësore, prandaj edhe duhet të konsumohet me kujdes. Ai është i pasur edhe me vlera ushqyese me kalori të ulta, kështu që mund të përdoret për të humbur në peshë ose edhe për të
përmirësuar të mirat minerale të shëndetit. Ai është i pasur me përbërës mineral si edhe vitamina të rëndësishme për trupin dhe për organizmin tuaj në tërësi. Një nga pjesët më të vlefshme të çdo shalqini janë gjithashtu edhe elementet e tij ushqyes. Ndaj konsumi i tij me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e Healthline citojnë se shalqini është një produkt që mund të përfitojë shumë në shëndeti, sigurisht duke u konsumuar brenda normave të rekomanduara dhe asnjëherë me tepritje dhe në sasi të mëdha ditore. Mbërritja e verës së çdo vit sjell edhe ardhjen e një ushqimi shumë të shijshëm, siç është për shembull edhe shalqini. Vera nuk mund të kuptohet kurrë plot pa shtimin e shalqinit në përditshmërinë e dietave tuaja. Gjithashtu muaji i gusht është piku kryesor që mund të gjeni këtë frut të rëndësishëm dhe të merrni gjithashtu edhe përfitimet e tij shëndetësore. Shalqini është i njohur për përfitimet e tij ushqyese dhe një nga burimet më të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se përfshirja e shalqinit në dietën tuaj mund të sjellë një burim të mirë të mirave minerale në lehtësimin kundër komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të shëndetit tuaj. Por shalqini duhet të konsumohet gjithmonë brenda rekomandimeve të duhura ditore për të evituar kështu komplikacione në shëndet. Shalqini përmirëson shëndetin tuaj të lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë të shëndetshme dhe të bukur, atëherë duhet të dini se mund të kërkoni më tepër nga konsumi i shalqinit. Përpiquni të shtoni shalqinin e freskët në vaktet tuaja ditore. Sipas ekspertëve të Kurei.com, vitamina A tek shalqini ndihmon në rritjen e indeve të trupit të njeriut, duke bërë që të keni edhe një pamje më të freskët dhe më të hidratuar. Shalqini i bën mirë shëndetit të zemrës kur konsumohet në rekomandimet e tij ditore. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës ose përjeton dhimbje të kraharorit, si fillim duhet të kërkojë edhe vëmendjen e shtuar mjekësore për herë të parë. Sipas Organic Fact, likopeni dhe shalqini mund të përmirësojë funksionet kardiake. Edhe vitamina C, karotenoide dhe kaliumi ndihmon të paksoni kolesterolin dhe ta mbani gjithashtu zemrën tuaj më të shëndetshme dhe më të fortë, duke e pasuruar elementet ushqyes të saj për organizmin. Ekspertët thonë se shalqini i konsumuar me matori dhe brenda rekomandimeve të duhura ditore mund të kthehet në një aleat të mirë edhe për shëndetin tuaj të veshkave. Të keni vazhdimisht gurë në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është mirë që veshkat tuaja t'i mbani të pastra dhe akoma më të shëndetshme, në mënyrë që të kujdeseni më shumë për mbrojtjen e tyre dhe të evitoni komplikacionet. LiveLoyFruit.com shkruan se shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë në veshkat tuaja. Në këtë mënyrë shalqini mund të ndihmojë gjithashtu në pastrimin e gurëve në veshka dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përdoreni atë si një zgjedhje të parë edhe për shëndetin tuaj. Shalqini gjithashtu përmirëson shikimin. Të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj ditore mund të ndihmojë për një shikim më të mirë dhe shëndetin e përgjithshëm të syve. Vitamina A që gjendet te shalqini mund të ndihmojë të mbroni sytë tuaj kundër degenerimeve makulare, të cilat lidhen edhe me moshën. Sipas ekspertëve, ai është një zgjidhje shumë e mirë, citon LiveLoveFruit.com. Shalqini është një produkt fantastik që mund të mbështesë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të kockave, duke i dhënë atyre një forcë më të madhe dhe duke evituar kështu edhe komplikacionet. Shtimi i shalqinit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë gjatë sezonit të verës. Çelësi qëndron te mënyra e konsumimit dhe sasia e tij në dietën tuaj. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet e shalqinit në organizëm do të jenë më të mëdha dhe vlerat do të jenë më të çmuara. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.